të vendit e sa i përket kushteve të punës në Kosovë. Do të diskutojmë patjetër në këtë pjesë të emisionit e për të diskutuar në lidhje me këtë çështje me mua në studio kam Hakif Sulemani, i cili vjen nga Sindikata e Punëtorëve Fizik të QKUK-s. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje dhe juve, faleminderit. Ndërkohë kemi në lidhje të drejtë për drejtë edhe Jusuf Azemin nga Sindikata e Punëtorëve. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje për ju dhe mysafirët e juaj. Faleminderit shumë. Po e nisim bisedën me ju, dim që edhe ju sot keni pasur një protestë, keni organizuar një protestë në ora 10, cilat ishin kërkesat kryesore që i thatë në këtë protestë? Ne në dash të japim prap një mesazh para opinionit, sepse ju dini që qeveri dhe parlament nuk kemi, dham një mesazh para punëtorëve të sektorit privat Kosovës dhe gjithë opinionit në Kosovë se kushtet e punëtorëve janë jashtëzakonisht shumë trona, më tronda se sa dhe viteve të kaluara, dhe e tham një mesazh që fatkeqësisht nuk kemi qeveri, por edhe po ta kishmi në një qeveri e cila kaloi më shumë se 4 vite dhe nuk patëm përmirësimin më të vogël në raport me punëtorët e sektorit privat Kosovës, por ishte një obligim i joni sepse në këtë ditë ose duhet festohet ose duhet protestohet, ne nuk kishmi arsye që të festojmë dhe me udhëheqësit sindikal të komunës së Prishtinës e bëm një protestë simbolike për të treguar të tjerëve, për të treguar atyne që janë kompetent, për të treguar dhe pronarët të kompanive që megjithatë ne kemi një afat deri me 1 shtator dhe nëse paga minimale në sektorin publiko-privat, po i flas sepse në sektorin privat direkt e kemi të i kalu këtë pagë, nëse nuk është 600 euro, atëherë let llogarisin nëse gjën ndonjë punëtor nga Bangladeshi ose diku tjetër, sepse ne nuk punojmë me këto paga. Jo se dëshirojmë që të bëjmë një luks, çfarë dëshirojnë ta bëjnë dhe çfarë e bëjnë pushtetarët tonë, por është diçka që nuk po mund të mbijetojmë me një pagë prej edhe sot që thashë marrim një pagë 232 euro, kjo nuk vlen, është në kundërshtim me ligjin mbi pagat, nuk kundërshtim me ligjin e pagës minimale dhe faktikisht kemi pas një obligim që ta njoftojnë opinionin që edhe gjatë kësaj periudhe nuk kemi pasur as dialogim dhe nuk kemi pasur asnjë përmirësim të kushteve të punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Përmendet që kushtet e punës nuk janë të favorshme për punëtorët në Kosovë dhe përmendet që Kosova në një mënyrë mund të mbushet ose po mbushet me punëtorë nga Bangladeshi. Është kjo një zgjidhje edhe sot pastaj mund të dëmtojë pjesën tjetër të qytetarëve të Kosovës, kur dihet që në këtë mënyrë mund të mbesin tërësisht pa punë. Jo, realisht nuk i kemi frikën nga punëtorët që vinë nga Bangladeshi, sepse së di sa keni informacione, më shumë se 80% e këtyre punëtorëve që vinë marrin një farë leje qëndrimi përkohësisht dhe këta ikun nga Kosova, sepse ata nuk janë të kënaqur me kushtet që i ofrojnë. Faktisht neve na vjen keq sepse për këta punëtorë kemi shiquar rastet, merrni me mend që kemi pasur që punojnë njerëz zakonisht punë shumë trona, punëtorë nga Bangladeshi dhe paguhen me 400 euro pagë, por çka është hala me randa, domethënë unë personalisht kam parë që në një dhomë ku është 20 metra katror, aty qëndronin ose flanin ose kryenin punët e tyre ditore ose edhe pushonin më shumë se 15 punëtorë nga Bangladesh, domethënë është një gjendje mizerie. Vetë fakti që ata janë pa përgatitur edhe për tregun e punës në Kosovë, fatkeqësisht kemi pasur një jetë humbur edhe nga punëtorët nga Bangladeshi. Nuk po i frikohemi kësaj, por i frikohemi dhe ju kemi frikuar, po tani po themi kemi kaluar atë frikë sepse tani me gjithë këta parametrat që na i kanë bërë edhe pronarët e kompanive dhe qeveria e Kosovës, na kanë dhënë një bindje të plotë se ne nuk mund të qëndrojmë në Kosovë dhe të kryejmë një familje ose të kemi një gjendje sociale të mirë dhe vetmja rrugtimi është të ikum jashtë, për cilën ne e dim se atje nuk na presin me kullinat, por megjithatë punëtorët që dalin jashtë, ata mund të mendojnë se si ta krijojnë një familje, mund të mendojnë se si ta bëjnë një shtëpi, përderisa ne me këto pagat që kemi dhe me shtrajtime të përditshme është diçka e parealizueshme dhe normal që të rritë i kanë shpresat e veta dhe ata duhen të orientohen atje ku mund të kanë një gjendje më të mirë sociale. Në ndërkohë kemi edhe zotrin Sulemani në studio.
Cila është gjendja e punëtorëve fizik në ÇKUK? E dim që ka pas shumë probleme dhe në të kaluarën keni pas probleme me kushtet e punës, keni pas probleme me pagat. Ka ndryshuar diçka? Në sektorin e publiko-privat, në sektor të sigurimit privat në ÇKUK, na kena pas të gjitha këto problemet edhe pak më hershme, po kushtet e punës ende nuk na ka ndryshu. Ka inflacioni pagav, kena mundu aq sa edhe me zotëri kryetarin Azim e përshëndes, që bashkë me ta, se përfasus shoqate, jena mundu në ato mundimin maksimal që të bëjmë një rrugë pak si matë mirë, po ato që kena mendu nuk na ka realizu, që edhe kena mendu. Arsyeja pse jena sektor privat, është nën kontraktim të ÇKUK-s dhe ata kanë postë në tender nuk jena të kënaqur ende me këtë pagë. Nuk jeni ende të kënaqur me këtë pagë. Sa është paga aktuale, të cilët e marrin punëtorët fizik në ÇKUK? Paga aktuale për momentin për 20 prill, figuron një kompani e re që quhet Skofteri Live. A ende nuk kena marrë pagë që me pa dhe punëtori sa po del me një pagë, apo del me një pagë dinjitetshme edhe të kënaqur që të është punëtori i kënaqur, apo jo. Po sa marrin aktualisht, deri në këto momente sa janë paguar punëtorët? Deri në këto momente. Po, deri sa ende nuk vjetë se si do të... Jena pagu edhe me pagë nën pagë minimale, edhe me pagë mi pagë minimale. Kena pas fjalimin para do mujve pak ma hershëm që na punëtor që jena konë me ndrimet e natës, i kena marrë 350 euro, kurse punëtorët e para dite që janë me 8 orë, i kanë marrë 327 euro. 327 euro. Ende figuron edhe në ÇKUK punëtorët e sigurimit në pagë minimale. Në pagë minimale punëtorët e sigurimit në ÇKUK, duke pas parasysh... Kompania e re, ende nuk kena marrë për i sojna, kena një datë caktume për të parin 5-ën, për më na do rroga të mbok, nuk mëj me të thonë kurgjë, për pak edhe në knaqësit, ose pak knaqësit që më në me post tash me kompaninë e re, Skefterat Live. Shohim që aktualisht prap kemi një protest tjetër, duke që në këtë një maj sindikatat kanë vendosur që secila të organizoj protestën e vetë. Nuk kemi një protestë masive ku do të bashkoheshin të gjitha sindikatat, por kemi organizime të ndara veçever që kujtojme që këto organizime kanë filluar sot në ora 10, kemi një thirrje, një pankart kryesore të kësaj proteste, barazi punë e jetë të dinjitetshme. Është kjo kërkesa me të cilën kanë dalë në sheshin e Prishtinës punëtorët për të kërkuar kushte më të mirë të punës, e këto kushte do të mundësonin atyre patjetër një jetë më të mirë dhe dinjitetshme, ashtu siç edhe po e kërkojnë edhe në këtë marsh që aktualisht po e shohim nga sheshi kryesor i Prishtinës Nëna Terezë. E dimë që punëtorët fizik në ÇKUK kanë pasur shumë shpesh edhe ankesa sa i përket angazhimeve shtesë. Ka ende angazhime shtesë të punëtorëve, kryejnë ende punë për të cilat ata nuk janë të thirrur. Në aspekte që të punë të qajnë akon të angazhum, për flasë për datav ma hershme për 2008-ës, njëtën punë për 2008-ës, deri me tane edhe e kena punu me ÇKUK. Po, a ju bie që jo të merreni vetëm me pjesën e sigurimit të objektit, apo ndodhë që jo ndoshta të ndihmoni edhe në punë për të cilat nuk jeni të thirrur me kontratë? Ndodhë, por janë sene që na si qytetarë, për shumë si shqiptarë, qashfar që jena dhem shumë pak shpirtnisht për i zemrës, me një mu, diçka njëni tjetër të një mujna. Nuk jena që se një mujna, jashtë sigurimit të objektit. Jashtë sigurimit të objektit.
E dimë që punëtorët fizik në QKUK kanë pasur probleme edhe me shujtat e ushqimit. Është rregulluar kjo çështje? Kjo çështje i ka spëditar që kemi pasur edhe debat më hershëm. Përja asoj dite, ka pasur edhe më herët, jena shku edhe e kemë shfrytzu që ato shujta që nuk në takujnë. Edhe tash, për një 50% shkojnë, por na nuk, peri që QKUK-s nuk kena... Nuk e keni shujtat të QKUK-s? Nga kush i siguroni këto shujtat? Në çfarë mënyrë sigurohen shujtat kur tha që ju shkani edhe ushqeheni? Po na në këtë mënyrë që shkojmë edhe ushqehemi masi të kryjnë Kristofi që QKUK-s. Ka edhe që shkojnë bashkë me staf, se si punëtor fizik për shembull me një pagë shumë vogël, edhe me dalë më shërby dikon jashtë në restorant anaj kafenia diçka, ma edhe nuk kemi edhe çka të shkojmë me punu, për pyetja për pagën që s'na e mbëllen shpenzimet tona. I bie që edhe një kolegë për shembull ose një staf i brendshëm thot hajde shkojmë bashkë në kuzhinë edhe shkojmë shërbejmë, që shërbehet ai shërbejmë edhe na. I bie që kjo bëhet me mirëkuptim, me marrëveshje mes punëtorëve të QKUK-s dhe juve si sigurim. Po, i falenderojmë shumë, kena marrëveshje të mira, kena raporte të mira me stafin e mjekësisë, si me doktora, si me motra, si me teknika, kena shumë një rrugtim të përbashkët, se për këtë çështjen për shembull një klinikë ku për na në punëtori sigurimit e ka një rrugtim shumë të mirë, është i lidhur me staf edhe i kemë përbashkët a gjësenit. Ndërkohë, zotëri Azemi, mendoni që sindikatave ju kanë betë të themi ende fuqia që kanë pasur dikur, apo sepse pam që sot sindikatat kanë vendosur që të bëjnë organizime të ndara pavarësisht se kanë të njëjtin qëllim? Realisht sindikata jonë është një sindikatë cila pothuajse gati një dekadë për çdo festën për çdo ditën e një majit kemi qenë gjithherë aktiv, herë me një numër më të madh, herë më të vogël. Çka mund të themi, si bashkimi sindikatave nuk kemi nivelin e dur, sepse unë në moment kur kam vendosur që të baj këtë proteste, kam thirrë dhe kryetarin e BSPK-s, i cili është kryetar i BSPK-s Adeu Kolli, dhe i kam thonë, ne do ta bëjmë një protestë, po që se jeni të gatshëm, ne jemi të gatshëm që të bashkangjitemi, dhe ata nuk kanë qenë të gatshëm që ta bëjmë këta, dhe mund të themi që rrugtimi jonë është një rrugtim i vetëm, sepse ne nuk guxojmë të kalojmë datën e 1 majit në shtëpiat tona, pasi që dihet që gjendja e punëtorëve për çdo ditë po keqësohet, dhe s'pakut ne kemi obligim që në opinion që ta njoftojmë opinion me gjendjen çfarë e kemi. E tha kolegu se çështjen e ushqimit, ne normal që nuk ja lëm kohës azo kështu, por ne intervenojmë. Më shumë e vërtet që ne stafi i QKUK-s sillet shumë mirë, i restoranëve sa i përket çështjes së ushqimit aty, por megjithatë zyrtarisht kemi kërkuar nga ministri i shëndetësisë dhe kemi kërkuar zyrtarisht nga drejtori i QKUK-s që ta zyrtarizojmë këtë çështje, sepse edhe ne ndihemi keq kur në farë forme ndoshta mund të thotë edhe ai më fal sepse ju nuk jeni ata të cilët duhet të ushqeni. Ka raste kur ushqimi humbet dhe nuk zyrtarizohet. Kjo është një diçka, një mos interesim që këtyre punëtorëve s'pakut në atë aspektin e minimal të krijon kushte më të mira për punë, por megjithatë ne mund të themi këtë se nuk jemi ata punëtorë që kemi qenë dikon para në viti gjys. Fakti që liberalizimi i vizave ne ka mundësuar që të dalim të bëjmë kontrata me punëdhënës të ndryshëm në Gjermani, Zvicër dhe vende tjera, neve na ka lehtësuar shumë punën dhe normal që neve na ka dhënë një komoditet që tani tuti të qesim kërkesat tona dhe ata pa tjetër nëse do të realizojnë mirë, nëse jo, realisht ne kemi rrugtimin tonë, kjo po na kushton, merrni me mend, nuk është shumë e lehtë
që vetëm djalë familja që ka në shtëpi duhet të shkoj jashtë në Gjermani dhe dikon të punoj që ta mirë një farforme ta mundësoj të mbajtjen e gjendjes elementare, ekzistenciale, sociale të këtyne punëtorëve, por megjithatë këta për çdo ditë din të shtrejtojnë edhe rrymen, din të shtrejtojnë edhe ujë dhe shërbime tjera, asnjëherë nuk din të mendojnë edhe qeveria e Kosovës që duhet të rres edhe pagën minimale, pagë për cilën neve na kanë sankcionuar, por megjithatë na kanë sankcionuar kryesisht tek kompanitë publiko-private, shembull tek kompanitë që i nderuari a ke poshtë aty, për shembull është një kompani private që kryen shërbime për institucione shtetënore dhe këtu na kanë sankcionuar. Merrni me men, e kam thonë botnisht, edhe sot ne në Drenas, në shkollat e mesme punëtorët teknik paguhen me një pagë 232 euro dhe kur mrena 2-3 vitesh rryma shtrejtuar për 16%, ne jemi me pagat, po themi kështu pagat që i kemi para 4-5 vitesh, edhe si mund t'i mbulojmë ne obligimet tona ndaj familjarëve, përderisa shërbime tjera kërkojnë që të na ndërpritet nëse s'paguhet rryma me kohë, dhe a thua mendojnë këta njerëz që ne ju kemi kërkuar disa herë që si t'i kryjmë na këto shërbime dhe një farforme shpesh na qesin një terren të cilën ne nuk e meritojmë. Ne nuk kemi ata që nuk kemi të interesuar t'i kryjmë shërbimet tona, por ne jemi ata që nuk po mund t'i kryjmë shërbimet tona sepse me 200 euro, 100 euro shkojnë veç për rrymë dhe realisht po e them, ne frigohemi gjatë gjithë natës sepse mos mëngjes ndonjë familjar joni po smuhet dhe nuk kemi mundësi që t'i kryjmë obligime ndaj atij andarit familjes sa i përket çështjes së shëndetësisë. Por, sipas jush, zotri Azemi, pse në vitin 2025 prap problemet e njëjta me ato të themi edhe para 10 viteve, edhe para 5 viteve, pse nuk po arrihet që në Kosovë të bëhet ky ndryshim që kërkohet tash sa kohë? Po themi kështu në pjesën ndërmuese, sidomos po themi në këtë qeverinë e fundit, krerët sindikat nuk i kanë pas njerëz si bashkëpunëtor, që unë mendoj që jemi bashkëpunëtor jashtëzakonisht shumë të mirë, dhe i kanë pas si kundërshtar. Unë do më thonë, do kisha pasur dëshirën më të madhe që t'i tregoj rezultatet që kemi arrit me qeverinë e Kosovës me kryeministrin, por çka mund t'i themi atina që për 4 vite domosdoshmë asnjëherë nuk i kanë dëgjuar zërin e punëtorëve të sektorit privat me cilat halle përballën dhe shumë normal që duke nis nga parimi sepse nuk kemi dialog për ta zgjedhur një problem, ekzistojnë që spaku 2 palë të jenë prezent. Por qeveria e Kosovës një anshëm vendos për punëtorët të sektorit privat të Kosovës. Pagën minimale kur ata kanë vendos 350 euro, ne kemi kërkuar që kjo pagë të jetë 450 euro, jo vetëm për neve, po kjo ka qenë interes të gjithë Kosovës, sepse po të kishme pas disa paga më të dinjitetshme, 160.000 punëtorë në vitin 2024, nuk do ta kishnë ikë. Por këta i kanë problemet që i patën e sot. Këta nuk mund t'i kryjnë problemet e veta personale, në vend që ne të kërkojmë mbështetje për pagat tona, për gjendjen sociale më të mirë, punëtorët të sektorit privat, ata i kanë ato, si themi kështu, kanë të lashët e veta në mezveti kur ma shumë se 2-3 muaj ditë, përderisa nuk mund ta formojnë një parlament Kosovës dhe ndoshta edhe ju shkon për shtati sepse me pagën që i marrim na gjatë gjithë muajit këta e kanë marrë sot kanë shkuar në parlament Kosovës, kanë ndaj qendron një gjyqësore dhe normal kthehen me një 300 euro. Kështu po themi minimale brenda ditës dhe pse mos me zgjat. Këta në përgjithësi institucionet tona nuk janë aktive, nuk donë që po themi sepse këta punëtorë nuk janë veç të mirë, këta punëtorë janë edhe të qeverisë Kosovës dhe parlament nuk donë që t'i gëzojnë ose t'i realizojnë ata çka e kanë shkuar në ligj. Para mendoni që na kanë bën neve në parlament Kosovës kur ne kemi kërkuar zyrtarisht, kemi hyrë grevë zyrtarisht, inspektorati i punës e ka vlerësuar që kemi hyrë zyrtarisht, kemi kërkuar pagë nga 475 euro, 275 euro në 400 euro, dhe pse ne kemi kërkuar këto, domethënë 14 punëtore i kemi jashtë vendit punës, vetëm për shkaqe domethënë për dëshira tyre, përkundër asaj që inspektorati i punës e ka thirrë parlamentin e Kosovës, e ka thirrë kompaninë që ka thonë kërkesa e punëtorëve është legjitime, hyrja greve është legjitime, dhe ata nga zyret tona ku kemi qëndruar, na qitën korridorët, prej korridorit, na kanë qitë jashtë.
në bërë. Por me gjithate, ne nuk kemi qëndruar duar krysh, është shumë normal që ne kemi bë padi në gjykat, është shumë e vërtet që kjo padi pa kurfar kontestimi do të përfitohet nga sindikata, sepse vendimi i inspektoratit të punës është vendim final, është shumë normale që tani do të na kërkojnë që të kthehemi në vendin e punës, por ne nuk do të kthehemi sepse do të shkojmë me gjykat deri në fund, do të bëjmë zgjidhje, po kjo është aty ku duhet të mbrohet ligji me përkushtim, sepse ai ka bërë atë ligj aty thehet, domthon që nga shkallët e Parlamentit të Kosovës. Ndërkohë, cilat janë kërkesat konkrete që ta shëtutje i kanë punëtorët e fizik të ÇKU-kës? Lidhje me pogën apo? Po, të gjitha kërkesat që keni. Kërkesat e punëtorëve që unë e përfaqësoj. Për i punëtorëve kam kërkesat që të na paguhet shtozi punës, se neve nuk na paguhet, realisht na paguhet. Kem kërkesën që të kem sigurim shëndetësor, të kem beneficionet, për shembull, beneficitet drejtën e ushqimit në kuzhinë, hyrjen në përhyrjet të rompa, do të pajisëm me kartela për romp. Kena punëtor, o thënë, peri Podujevës, një fshati shumë largë, për Skenderoj, peri Gjakovës, peri Pejës, edhe detyrohet me lomë me nëzonë parking jashtë ÇKU-kës, kurse parkingi është i thotë. Për shembull, është i thotë, parkingi do të me pagu në ashtë është parking. Keni bërë kërkes për këtë çështje? Kena bërë kërkes, nuk na ka realizu. Cila ka qenë përgjigja dhe arsëtimi? Përgjigja ka thonë, do të kompania e kaluar me bë kërkes, drejtori i kompanisë për mirë pajis punëtorët me kartela. Po, kompania u konë pak me ngecje, se di me çfarë qëllimesh, ka njerëz të kompanisë për shembull të kalume i ka kartelat, i kanë 23 kartela, i kanë funksionale. Tash, po dosht me u hauzu tjetërës kompani edhe që figuran tash. Po, nuk kemë këthym jetet. Edhe kemë kërkesat gjithherë, s'më në plëtsojmë ato e sa i menujmë, që të kemë rrugë dinitetshme. Na paguën kujdestarit, na paguën festat, na paguën ditët vikindit. Asë njerë, që 17 vjetë jam i pënsum, asë njerë nuk na ka pagu këtë festat. Këtë kërkes ja këna bot direkt me kretarin Jesef Azemin, ja këna bot direkt drejtorisë në ÇKU-k, drejtorit general. Cilat kanë qenë përgjigje që keni marrë? Asë një përgjigje nuk në ka realizu deri me tani drejtorit ÇKU-kës. Deri sa ma heret kena folë për çështjen e tenderit, edhe kena bisedu dhe kena shku me kërkes, mas debatit që kena pa pasë njëjtin vend, pak dhe dit, i kena shku me një kërkes që me qitë tenderin në bazë pagës minimale sa se ngriti qeveria. Në apet ka fitu kompania tender peri ÇKU-kës me pagë minimale. Prapë nuk janë realizuar kërkesat e juve? Apet nuk janë realizu kushtet e një punëtori sa na i kena lyp ma heret. Po na apet dhe të vazhdojmë si sekretari i shoqatës që i përfaqësoj në ÇKU-kë, dhe të vazhdojmë me protesta, ka me pas mundësi edhe bojkotime për punës, ka me pas mundësi me dollë në grevë, ajo është që për më mendja që kena me realizu edhe këtë ndër, edhe dhe të lëshojmë pikat, dhe të bojkotojmë punën. Për ndryshe, na nuk dim edhe qysh një punëtor të ketë një rrugë të dinitetshme. Për shembull, qysh kena kërku pagën me 450 euro. Na kena me nshkru para një muje kontrat me 402 euro. E kemi një marrëveshje që do të na i paguën kujdestarit, po këta qysh edhe kompania e ma hershme, 2 euro në ka llogarit një kujdestari. Kjo kompania tash... 2 euro për gjithë ditën? Ja, veç 10 deri në ora, për 10 natës deri në ora 6 mëngjesit. 6 mëngjesit, 2 euro është llogaritur ora apo 8 orëshe? Për 8 orë punë, për 8 orë punë merrni 2... Në, 2 euro 10 cent kompania tash që ka marrë tender. Po. Për një punëtor në orë. Për orë, domethënë, 2 euro 10 cent është ora. Kjo është. Po, për orës 10.
deri në ora përfolje me ndrimet natës. Deri në ora 6 mëngjesit, gjëja që mund na pagu 30% orët e natës. Edhe një kalkulim që kena bërë tash sekretar shoqate për me njoftu edhe punëtorët, qysh do të me dalë, edhe kena me dalë me një pagë, do me thonë, jena në ngritje veç 13 euro, je kena pas 20 euro shtesë në ndrimin natës, tash i kena edhe 13 plus. I bje që keni 33 euro për ndrimin e natës. Ndërru, falenderit shumë që ishe pjesë e Rreth e Rrotull. Falenderit edhe nga jo, edhe nga kryetari i sindikatës së sufazimi, respekt për gjithë ata që na bashkanxitën si pjesëtarën sindikalist, i falenderoj dhe i respektoj të gjithë edhe ju e falenderit. Zotri Azemi, falenderit shumë që na bashkove në këtë diskutim në Rreth e Rrotull. Gjithë mirë aty shkov, dita mbarë. Kështu kemi arritur në fund të pjesës së parë të Rreth e Rrotull për sot. Shkëputemi për pak minuta marketing dhe